E të dashur shikues, tani është koha për bisedë. Të flasim për një ngjarje mjaft të bukur kulturore që nga 15 nëntori shënon edicionin e dytë në qytetin e Gjakovës. Fjala është për festivalin Ditët e Nëntorit e për gjitha detajet na shpalos në lidhje direkte Jeta Gërçarin. Përshëndetje Jeta, mirë se erdhe në Ekspres. Përshëndetje, faleminderit shumë për ta ftesën. Atëherë Jeta, Ditët e Nëntorit po kthehet me edicionin e dytë nga 15 deri më 29 nëntor, ku do të sjell festë në qytetin e bukur të Gjakovës. Fillimisht na tregoj se si ju kanë shkuar përgatitjet dhe a jeni gati për pritjen e publikut. Po, deri tash gjithçka ka shkuar shumë mirë, është edicioni i dytë, ka shumë e dim tash çfarë na pret. Tek edicioni i parë kemi pas një pjesëmarrje të madhe të publikut, ka qenë një atmosferë shumë fantastike që ka mbledh gjithë shqiptarët tani mban. Koncerti i parë i këtij festivali është një koncert madhështor me sopranën botnore, e cila jemi me fat që është shqiptare, Monela Jaho, e cila do të mbahet me datën 15, fillon të shtunën, bashkë me orkestrën simfonike të teatrit kombëtar të operës dhe baletit Shqipërisë. Jemi gati dhe publiku në fakt nuk e di nëse publiku është gati sepse do të kesh shumë surpriza në këtë shfaqje dhe do të jetë me vërtet një natë shumë e veçantë. Dua të ndalim pak më në detaje tek aktivitetet që sjell si vjet festivali. Çfarë mund të pres publiku gjatë këtyre ditëve? Çfarë programi keni përgatitur? Po, festivali përfshin 6 net koncertale, janë net të cilat përmbajnë vete përveç koncertit që sapo përmendëm. Kemi një koncert nga Petrit Çakaxhiu me një solo projekt i titulluar Natë e Gjatë, me një format më ndryshe siç e kemi parë më herët. Mandej kemi ansamblin Tirana All Stars, të cilët vinë na sjellin pelat e muzikës së Shqipërisë mesme. Dhe pastaj javën e tretë kemi ansamblin e këngëve dhe vallëve Shota dhe ansamblin e këngëve dhe vallëve shqiptare në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Për te këtyre kemi edhe një koncert për datën 27 që është tejet i veçantë, ku për herë të parë në Kosovë, ndoshta edhe në Shqipëri, një këngëtare arvanitase do të vitë në këndoj këngë të vjetra arvanitase dhe do të këndojmë shqip me Eleni Kristun dhe Ana Stratigo, po ashtu një këngëtare nga Sicilia, një arbreshe, e cila na sjell bashkë me grupin e saj Vuxhgrosh këngë të vjetra arbreshe. Përveç këtyre koncerteve, në festival do të ketë edhe javën e fundit Panajër Libri. Kjo është një risi e cila nuk ka ndodhur as në edicionin e kaluar, mirë po që disa vite nuk është që ndodh në qytetin e Gjakovës. Panajër Libri do të ketë shtëpi botuese nga Kosova dhe Shqipëria, ku publiku mund të përjetoj një takim autor, libra botime të ndryshme të këtyre shtëpive botuese edhe gjithçka ndodh në çarshinë e vjetër sa i përket Panajërit të Librit. Pra është edhe një ambient shumë i veçantë për të festuar edhe librin gjatë këtyre ditëve. Përveç kësaj, tashmë është bërë traditë që neve në festival të kemi edhe panele diskutimi. Do të kemi 5 panele diskutimi me personalitetet të shquara nga Shqipëria dhe Kosova, me tema shumë interesante. Dhe do të kemi një konkurs dhe një koncert të rinjve nga Kosova dhe Shqipëria, një mix i bukur me konkursi seri debatesh dhe po ashtu një koncert mes instrumentistëve dhe muzikantëve të rinj nga të dy vendet. Duket një program mjaft i pasur. Po ndua të ndalim pak edhe tek Monela Jaho, e cila po besoj se është hera e parë që sopranoja do të performojë para qytetarëve të Gjakovës. Si e vlerësoni bashkëpunimin me të? Në fakt, sopranën Monela Jaho ne kemi parë në skenat më të mëdha të botës. Ajo ka fituar çmimet më të rrira të skenës së operës edhe me përjetuar Monela Jaho në Gjakovë. Patjetër që është është krenari e vendit edhe është emocion për gjithë neve. Edhe përkohë që vjen, jo vetëm për neve që jemi në Gjakovë, kurdo që vjen me parë Monela Jaho me dëgju live, është një emocion i veçantë. Ajo është një artiste për te gjithave dhe një humane, një personi e cila me vullnet shumë të madh ka ardhur për këtë koncert. Dhe ju është bashku misioni ton me qëllim promovimin e
e kulturës, e trashëgimisë kulturore, turizmit kulturor të vend, edhe me shumë dëshirë e kemi prit këtë koncert. Kjo është një prej koncerteve ma eminente të festivalit edhe ta shohim neve dim që ka me shku shumë mirë, po patjetër që ka dhe emocione të mëdha paraprakisht derisa të fillon ajo natë. Po, ju vërtet keni zgjedhur edhe artistë mrekullueshëm për të performuar. Por unë dua të ndalem edhe te koncerti datës 28 nëntor, që përkon edhe me festën e flamurit. Si do të shënohet kjo datë? Data 28 nëntor, festivali është organizuar me qëllimin që gjithë nëntori të jetë një festë kombëtare, edhe të mbledh gjithë shqiptarët animal, mirë po data 28 veçanërisht do të festohet me krenarinë e vendit tonë, që janë ansambli kombëtar i vallëve Shota. Ata do të na sjellin vallet dhe këngët më të bukura shqipe. E pas asaj në qashin e vjetër do të vazhdoj me një aheng nga grupi Ashikët, ashtu siç din ata të sjellin këngë më të bukura e të vjetra prej repertorit shqip. Si që treguat edhe ju që krahas performancave muzikore, do të sjellin atmosferë dhe jetë Gjakovës së bukur, edhe aktivitete tjera si panele, debate, konferenca dhe promovime librash. Në çfarë forme do të zhvillohen këto aktivitete? Aktivitetet do më thënë bëhen në 3 lokacione, është Pallati i Kulturës, ku bëhen koncertet, Shkolla e Muzikës, ku bëhen panelet, dhe Qashia Vjetër e Librit, ku bëhet paneli i librit. Këto aktivitetet të gjithas janë të hapura për të gjithë audiencën. Koncertet janë me hyrja është me bileta, për të vetmen arsye që të ardhurat nga këto bileta shkojnë për promovimin e turizmit kulturor, pra këto bileta përdoren për projektet e matutjeshme të Fondacionit për Gjakovën që organizon festivalin, për të kontribuar në zhvillimin e vendit, sidomos zhvillimin kulturor dhe turizmin. Edhe kjo është forma e cila këtë formë funksionon. Pra, synimi kryesor i festivalit është promovimi i turizmit kulturor të komunës së Gjakovës. A keni vënë re? Të komunës së Gjakovës, por jo vetëm, në vendit në përgjithësi. Po, a keni vënë re që keni arritur këtë qëllim nga edicioni i kaluar dhe interesimi i publikut për ta ndjekur këtë ngjarje? Në fakt, vitin e kaluar gjatë verës ka qenë edicioni i parë i festivalit Ditët e Shqiptarit, po ashtu organizuar nga Fondacioni për Gjakovën. Ky mision veç ka filluar me realizimin e atij edicioni, ku në Gjakovë kanë zvartu shqiptar nga diaspora, nga Shqipëria, nga të huaj të ndryshëm, gazetar pafund, ku gjatë atyre ditëve fluksi i njerëzve që ka kaluar në qytet nuk ka qenë i zakonshëm ç'sh ndodh, edhe ka pas zhvillim edhe në aspektin e bizneseve të vogla në qytet, kështu që kemi festu, është kriju një traditë që në Gjakovë gjatë këtyre ditëve qëndrojmë deri vonë duke këndu, duke promovu këngët e repertorit bukur shqiptar, kështu që prej atij edicioni deri më sot, secili edicion i jashtëm që është organizu, është rrit numri i të pranishmeve. Këtë verë që kaloi kishim Ditët e Shqiptarit me një numër të madh ku veç u te kalu kapaciteti i akomodimit në qytet, pra nuk ka pas njërin prej netëve të festivalit s'ka pas vend për akomodim, edhe turistat ose audienca u dashur me akomodu në një qytet tjetër e marrë dhe në koncert. Mendoj që përmes kësaj kemi po atë arritjen e misionit, qëllimit i cili është përcaktuar, mirë po patjetër që vazhdoj me pas edhe pika tjera cilat synohet me imbri. Po çfarë do të ketë ndryshe në këtë edicion? Çfarë do ta karakterizoj atë? Po, unë veç e thash në fillim, pra panajeri i librit është risi, është diçka ndryshe, është diçka e veçantë që ndodh, është edicioni i parë i panejerit librit si tillë. Pse është ndryshe? Sepse koncepti është që përveç që zhvillohet në qashin e vjetër, zhvillohet nëpër lokalet e qashisë. Pra një panajeri i librit, ku çdo lokal shndrohet shtëpi botuese, edhe ne kemi rasti me hyjme në lokal, me u taku me autor, me marrë një libër, pa botime ndryshme të asaj shtëpi botuese, mandej me kalu në qashit e një lokal tjetër, me u taku me autor tjetër, me një shtëpi botuese tjetër. Pra nuk është ai panajeri i librit klasik që jemi mësuar me pa me një hapësirë, mirë po është nëpër lokalet të qashisë,
Po, mendoj që do t'jetë interesant gjatë këtyre ditëve do të ketë edhe muzikë live, bende lokale, të cilat performojnë shqip. Besoj që kjo do t'jetë rësia përtej emrave të cilët janë pjesëmarrëse në koncertet në Pallatin e Kulturës, emra të cilët, siç e thash, përveç Monela Jaos, e cila emri i flet vet, koncerti i Arvanitësve dhe Arbreshve po ashtu është rësi, por edhe gjithë pjesëmarrësit tjerë, Tirana All Stars një ansambël i njohur, Betri Çarkaxhiu vetë se emër i dëshmuar, pastaj edhe dy ansamblet janë teje të veçanta dhe unë jam e sigurt që do të jetë një atmosferë më të vërtet festive qysh e meritojnë të ditë. Po dhe për fund, të gjithë ata që duan të bëhen pjesë e ditët e nëntorit, ku mund të sigurojnë bileta dhe çfarë duhet të dinë të gjithë ata që ndoshta udhtojnë drejt Gjakovës këtë ditë enkas për festivalin? Patjetër, në fakt na jemi të evrej që Gjakovës kanë bri një numër i atyre që do t'jenë gjatë koncertit pjesëmarrës në audiencë, sidomos nga Shqipëria. Biletat gjenden në faqet tona të profilit. Pra, në Facebook dhe Instagram gjenden linku i biletave për website-in appfondacionipergjakovën.com. Në këtë website mundet të gjenden biletat, po ashtu biletat fizike ndodhen në 2 pika në Gjakovë, në 2 lokale Old Baratet e Garazhat. Duhet të them që për koncertin e Monela Jaos kanë mbetur shumë pak, kështu që ata të cilët janë të interesuar, ndoshta sot është dita e fundit që munden me gjetë bileta. Kurse për koncertet tjera ka ende vende tjera. Jeta, faleminderit shumë për gjitha këto informacione që i ndohet me ne, ishte shumë kënaqësi. Faleminderit juve për aftësinë, gjithashtu kënaqësi me qenë në këtë emision. Faleminderit.